Këtu është horoskopi i martë 8 prill 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Lini mënja ndyshimet dhe pakënaqësinë dhe mund të bëni hapa të rëndësishëm drejt qëllimeve tuaja. Një ditë që duhet të kalohet në një mënyrë shumë të qetë, duke parë shërimin. Demi. Kjo ju bën të ndjeni pak lodhje në këtë fillim të ditës. Për ata që janë në çift, shpesh diskutohet për arsye parash ose për punën e njërit prej të dyve. Binjaket. Horoskop i rëndësishëm, potencial i mirë. Këto ditë mund të arrijnë marrëveshje të reja ose detyra të rëndësishme. Lajm i mirë për ata që nuk mbyllen në shtëpi dhe duan të reagojnë. Gaforja. Ditë shumë nervoze, e shqetësuar. Për disa prej jush zakonet e kanë lodhur. Luani. Nëse duhet të përballesh me një bisedë dashurie ose familjare, vepro pikërisht këto ditë. Disa nga projektet tuaja revolucionare me ndikim të lartë mund të mërzisin ata që nuk kanë të njëjtën energji si ju. Virgjeresha. Mendoni nëse do të shtyni çdo lloj diskutimi për nesër, nuk jeni veçanërisht në formë ose keni shumë probleme për të zgjidhur, negociata të vonuara. Peshorja. Dëshirë për ndryshim që e dallon këtë ditë. E po dashuria, mirë puna, sot mund të jap një surprizë në minutën e fundit. Akrepi. Nuk është e lehtë sot të qëndrosh i qetë, faji nuk është i yti, por ambienti që na rrethon. Konkurrencë e ashpër. Shigjetari. Ne po fillojmë të rregullojmë disa çështje që kishin mbetur pezull, disa pika që duhen mbyllur dhe fokusuar më mirë. Dashuri të reja, takime të reja, mundësi të reja. Marrëdhënie të shkëlqyera me binjakët dhe luanin, kënaqësitë janë në rrugë e sipër. Britsjapi. Jeni pak i nënshtruar, ka të ngjarë të keni të bëni me njerëz që nuk e kuptojnë vlerën tuaj në vendin e punës ose të impononi gjëra që nuk dëshironi t'i bëni. Ujori. Ndryshimet në sy, në të cilat dikush do të ndihet rehat në një mjedis të caktuar dhe do të dëshirojë të eksplorojë të reja. Dashuria në shërim. Peshqit. Projektet tuaja vlerësohen dhe nëse ja vleni brenda disa javësh do të jetë e mundur të merrni një konfirmim të mirë. Nevojat tuaja praktike dhe ekzistenciale mund të plotësohen. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.